Si e përjetojnë këto në raste si këto, kur pas një periudhe të gjatë kohore e kthejnë shikimin? Kryesisht, kur vinë kontrol të nesërme, për shkak se rastet e rënda që operoj, e mbylli syre, në rastet tjera nuk mbylli syre. Ata, kur vinë kryesisht, ndoshta fillojnë me qajt, pas një kohë, nëse nuk shë, kujtohet këm pas një pacient nga Gjilani, 92 vjeqar, i cili nuk ishte pa një 2 vite, kishte rast i rënd, dhe unë e shoh, analizoj, thëmë, mund të provojmë, kishte gjasa me pa, edhe ai hezitante, në fillim, thotë, kam qenë të shumë mjek, 2 vite nuk shoh, s'dia të provoj, thëmë, kryesisht pacienti është ai që e vendos, edhe unë i tregoj se sa janë gjasët. Dhe në fund, e vendosi, edhe kuret të nesërmën, prit koridorit fillojnë të qantet të mështu, edhe thëtë duhet të bëjë syrin tjetër. Dhe në momente interesante. Në tjeshtë zakonshme, besoj edhe juve ju plotsojnë si ndjesi? Po, normal një pjesë e stresit, edhe është një satisfakcion, stresin edhe punën që e bëjmë. Me që unë thashe dhe shikuesve do të shfrytëzojmë rastin me që të kemi këtu, o dok, të marim pak edhe të këshilla falas. Jo aq specifike sa ndoshta mund t'i kenë tani pyetjet në përmendje shikuesit, po këto nga këto të përgjithshme që besojnë në përditshmëri mund t'i ndodhin të gjithë. Dhe për shembull, unë që jam këtu në studio çdo ditë dhe për orë jam e rrethuar nga këto drita të këtij intensiteti si që po ishe. Si ti çlodhun, se nga një herë e vrej vetën kur dalë prej studios edhe mbaron dita ime në punë, ndihem ma e lodhun nga sytë. Edhe mundohem me i ndalë kështu dritat në për shpese e vrej që më pengon. A ka në i mënyrë tjetër, edhe njerëzit e tjerë, për shembull, jo veç nga dritat e studios në rastin tim? Po, shikon parim kënë sasita me dritës, normal që mundet që të pengoj pas një kohë, kryon lodhje, koncentrimi, të koncentroni, biseda, drita, ndoshta të qëndonin tërë, nga njerë sytë dhe thahen nga kjo, duhet të pushoni, normal të pushoni, sa të keni mundësi prej telefonit, prej kompjuterit pastaj. Pra, relaksimi i syve është vetëm me mbylljen e tyre, apo ka edhe disa teknika tjera që mund t'i përdorim gjithë në shpim? Tena që përdorë, thëmë, është 20-20-20, dhe për çdo 20 minuta, do të bëni një pushim për 20 sekundeve. Po ne nuk mund të aplikojmë atë se në çdo 20 minuta, atë preferohet brenda një ore kur në telefon, kompjuter, të bëni një pushim për 5 minutave, po të dilin, thëmë, ashtu dritarë, ose më larg se 6 metra, për shkak të akomodimit të syrit. Po edhe, kur ndini një lodhje, kështu mundësia që